prindër, drejtues, mësues dhe ti mësuesja jonë e Palosës. Sot bën e këti 50 qartë, në duan ka bëllim ne. Po pikërisht ne të cilët 50 vjet më parë ishim të ndrojtur. Të ndrojtur, të trembur, ama të kushur plot me dëshirë për shkollën. Klasin e parë e nisim pikërisht në këtë ambient. Ne të gjithë e njihnin një tjetrin nëpër kofësht, ama fytyra e mësueses do të ishte kaq e ëmbël. Kur kishim festën e abitares, prindërit menduan që ne do të hidhnim kamelet pa atë ditë. Por, mësuesja sigurohej që këtë morning do të vogë në fund të klasës së 5. Është e largët ajo ditë, tanë prindërit tanë të pezmatuar. Mësuesja që soi i tha se ajo ditë nuk ishte e largët, por sa hapën mbyll syt. Ju kujtohet si nisi në marrë të cikël, nisi e përfulloi sa hapën mbyll syt. Ndaj mësuesja kishte të drejtë. Nuk e kishim plagështuar, pasi menduan të tregonin me nostalgji çdo hapë veprimtari, nga klasa e parë deri në klasën e 5. Devi ka të drejtë, ju po na bëni të lëtojmë, i lëm lotët për në fund them unë. Devi sa një të pati me një me emërtimin e kësaj ceremonie sot. Unë them, të lëshojmë në kërgjit të nostalgjisë, si thoni? Po! Unë po e nisë me festën e abetares. Sa shumë emocione, edhe sot kur e kujtoj, dridhen pasi unë isha prezantuesja, dhe shprehëshë si Shqipëria, si unë e prindit e mi, ishim krenar për përfaqësimin tim. E ajo fresh, kujton çdo që si sot, por na kujton shkogotan që një primi largoi nga ne. Sa emër të vajtë mendja për shkogotan, Marela, Alesia, Kiara, Leticia, Oliveri, Francesco, ju duam dhe do t'ju kujtojmë gjithmonë, nuk do t'ju harrojmë. I kthehemi festës abetares, ku unë isha libri anglishtes. Atë vit ishte një risi, pasi ne ishim brezi i parë që morëm njohuri që në klasë të parë. Dhe mësuesja gjithmonë thoshte, kush flet më bukur e më këndshëm anglishtën se Arja? Dhe në atë festë, me faqe të ndërthupe, unë përveçësoja The English Book. Mësuesja na buri shkronja në prezantim, çdo shkronjë në fillim të emrit. Unë për shembull isha shkronja ai, si i kena o fëmijë. Unë isha libri edukata, dhe ka fashet më dha shumë krenari. U ka çorjet e unit kujtohen, u praqitë si model i vërtet. Mësuesja unit i thoshte gjithmonë gëzimi klasës, unë besha pak smirushe. Këtalia, nuk kem super smirushe, mësuesja çdo kujt i ka vënë një epitet të bukur. Ti do thotë princeshë klasës, disa mua dashuri e lindur. Po Marella i kujtohet që ishte libri abetares dhe një gostit duhet të aktor të pjesën e Kësur Kuqes. Disa nxënës mësuesja u thoshte aktor të vërtet, ndërta ishte edhe Marella. Sigurisht që po ishte emocion me vete, kur të gjashtë ne dolëm me fasheta në supën dhe unë isha lexim, Marella abetaria, Oli matematika, Katalia edukata, Noeli titulli natyre dhe Arja anglishte. Edhe mua, edhe unë, na thoshte për erë, je një aktor të vërtet. Ju kujtohet për alla jonë ditëlindja e Bardoshes. Unë kujtohet çdo detaj, që nga shqiptërimeve në pyllën e Beqit e deri te prezantimi më emocionues në kineman e qytetit. O, Mojana, që më kujtohet tani? Gjithë kinemaja e mbushur, e mbushur, e plot e për plot, ka bashkë me shqiptarë ta nga shkolla të ndryshme, ku më zhite i gjitha e sa, si kur më parë nga zërat të tyre. Ama sa po dritari kinemas u ullën dhe u ndezë ekranin gjigant, gumëzhitjet si kur i ulli dikush me putë. Me duke se gjyshin driton të putë e ullur gjitha të gumëzhitje. Unë isha vetë Bardoshe që vleta kishte më të mirë të pyll, ama së bashku i dha një mësim të mirë Delpës edhe Korbit. Unë isha motra e Bardoshes, vetë Pikaloshe që së bashku me Bufin ndërtuan ftesa dhe ditëlindjes. Unë isha Korbi, një rol jo shumë i bukur për shumë të vajtënës për mua, pas ati roli kuptova që askush nuk do t'ju bëj keq askujt. Unë në Arja kishim fjalët e autorit, kishim vesh të rënd për të marrë me. Të shëndaj me i mërkuj neve, apo jo Arja? Po Devi, këtë drejtë, gjithmonë ishim ne, por unë do të doja të kishëm të një personazh. Ti isha pak i në aktrim, pasi mësuesi më investigoja je shkenca vetë. Por, në fakt, unë isha në një pjesë. Qufoja dhe Bubika Qureli. Unë isha Bubika Qureli që kishte për detyr për të ndihmuar Qufën me mësime. I kthehemi i finës së Bardoshes. Unë isha Bufi në ai, ndërsa Marella, si shitam që ishte kishe rolin e Delpës. E qante fare, sa e shkruaj shkrim gazet. Kur gjyruat kishin thotë se e mbajnë që zbriteshe gjysa të Imperalla, unë në rolin e tjetër, këdhetër e Pepelushut nuk ishin thotë fare, pasi veshat tona ishin Pepelushi. Unë e Katalia ishin vetë të këtë cilës si motra vlla ju bashkove si se Bardoshes, ama një dhe regu që i lytëm Delpës. Unë isha Leprushi, ja gënaqur shumë fare. Po dale, ama profesor Antor, sa bukur kemi realizuar, i kujtojnë? E si nuk i kujtojnë, dhe kemi partikular gjithmonë,
e tij dhe mësuesa më krahason me figurën dhe qëndrimin e tij dhe me quhet strategu i klasës, fjalë pak e i qetë. Po fjalë për mua ju kujtojnë ligje i sarmës, je do të lesh gjithmonë ai. Ndaj do kisha prej pjesët e Ismailit, por ardhin time me më të bukur e kam kur isha me Ismail Qemali dhe Devi Luiz Burakuqi, me karrozë përbara abortë të shkollës, për festa të shkollës. Unë isha i njësa buletin e dytë, ama artaj me të examenësha për të puthur flamurit, pritë bëre e rinë mësune dhe dërëtritje. Unë përmësësha vatari një e presë, për do katalin në lutin të kuptim. Apo jo, kata? E vërtet do të formoni një dyshë tepër të bukur dhe qanë çdo vallë popullore që ndajtë mësuesja. Ama unë kam luajtur edhe rolin e mësueses. Unë isha dita. Se kujtim dhe emocioni bukur ishte. Unë isha një të nësëme për kustim që në çdo thirrsim që merrte nga pasionisja ishte je shkencë. Ama, këtë herë, ishte dërëtor, mësuesa përgatiti pjesë e shkëputur nga filmi Ulla e Shkronjave, ku unë isha zotëja Skali, i cili krahason në shkronjat, Flori i Karval Floririt dhe në krahun tjetër do të ishte Noeli në rolin e Tundit. Çdo organizim do të emocionuar shumë. Unë do të vlerësoj atmosferën e kryer për festën e 7 marsit në kinema, ku unë i kena shpërndar parafila për mësuesit e vlerësuar nga Zëlla Kuço. Ishte një emocion i madh. O zot, nuk po qesh me vetë tani. E pse? Ju kujtohet projekti ushqim i shëndetshëm. Mamim kishte sjellë dhe kishte me vete. Gjyshja ime rinte e fliste me vete. O zot, e bullësia të përshira time në shkollë, ka mësuesia të qema vërtet e çmendur. Unë që mos të bia në sy, e mora gjyshe dhe i thash preke. Unë isha në mate dhe një buzhënjere e vërtet. Pas e një përkushtinën e kam nga mami, se dhe ushqimin e shëndetshëm, ajo kujdese shumë që unë e motrajme të ushqimi shëndetshëm. Unë isha Darda, gjithë në shëndetshme, ama pjesët humoristike ishin që shja me të ati projekti. Doni diçka që kam bajtur të fshet? Unë isha patarja. Dhe natrim isha vajza lupse. O kjo duket, Në fillim universitar dhe këtë shqetësime ndava me mamin, por kur pash pjesë që nga i ndau mësuesja, më shkëlqyer në sy. Jo për gjë, por në fund mësuesja më tha, pa aktivet e tuana, ky projekt nuk do të kishte marrë deri cilësi. Mësuesja kishte të drejtë. Edhe unë isha gjithë shqipi të legendit që ka të benit, por nuk mërzita, po si si të është mësuse. Çdo personazh në akri ka vlerë cilësitë e veta, e pas, çdo pjesë ka një mesazh. Lërë të pjesën më kam bajtur tepër i mërzitë në shtëpi, se që një kur shikoj me vjen turp nga vetja. Aman, çfarë ke bërë në vetë paper, Noel? Ti nuk më ke thënë gjë. Po shoku po si isha lamet rushit, kurse unë kisha marrë në fotogjami. Mërzita ishte më të sa që vija mund të bukur në shkollë. Mësisja e kuptuja më serioz se kjo për ime nuk isha që kishin nga brejtë të shyshe që ka përfaqësonte. Fati me i keq, dhe i mirë që janë ha çdo gjë plus janë shëndetshëm dhe shtatrar. Unë e dora futim timodën, pas në gjatë me modën e kuqe të borbardës, por kisha modën e gjelën e vitamina. Unë isha super komod, një karot e bukur me vlera shysë, një mas të shë kuzhinet dhe pjesët e autorit. Po të ishte mësuesja pranesh do të na bënte një pyetje të qëllim. Cila pjesë ju ka ngjelur në mendje gjatë këtyre 5 viteve? Unë po e nis për veten time. Rolin e përballës në pjesën teatrore Përballë dhe Shtatxhuxhët. Mua më ka pëlqyer që të gjitha, por do të veçoja pjesën teatrore Bubi Kaçorin në shtëpinë e Çukos. Ku unë isha Çukoja që si gjithmonë nuk i kisha qenë mësimet. E kam qenë atë pjesë shumë fare. Unë do të veçoja pjesën humoristike, ku unë isha viti i ri 2024, që ishte vendi në vitin të vjetër 2023. Këtë pjesë ne kemi prezantuar në koncertin që zhvillohet bashkia pranë parkut të madh. O, sa shumë jam kënaqur! Rolin e shqiptarit në pjesën në gjykatë sa shumë janë ndjer krenar, por edhe pjesët e Skënderbeu nuk janë në shkalojnë. Unë kam 2 pjesë të bukura të përfëllishme. E para, Partizani Vogëlbejo të pjesa nëna, dhe e dyta, Dramatizimi i Ronit, ku unë isha Roni. Të dyja ishin personazhe kryesorë, por mësuesja më tha, na ke drejtëruar. Te pjesa në gjykatë, ku kisha rolin e Ajdutit. Ishte personazh negativ, por mori dënin që meritonte. Pasi që çdo gjë që bën në jetë, vjen një ditë e paguar. Pjesa teatrore që luleve ku unë
Te projekti ushqimi shëndetshëm te pjesa teatrore në shtëpinë tonë nuk i shënon rregullvat, një rol precis dhe dashamirës. Te pjesa teatro e kusur kusha, ku mund ishe qatari në zi prisit të vitë në mëndin tim e të gëjsa pa më shqip ujkur. Rolin e njerëzit në pjesën teatrore përballë dhe statuta, sa shumë e kanë shërë të pjesë edhe se ishte personazh negativ. I ku gjithë gjëra pjesën dhe shumë në Salgji, që nga klasa e parë e deri më sot, që nga angazhimet e deri prezantimet. E ta që jam pranush edhe këto minutat e fundit do t'i kujtoj në nostalgji. Prishni shok, e keni harruar janarin e këtij viti? Kush në erdhën? Levisi dhe Kloni janë dy shok të rinj të ardhur nga Anglia. Jo, ne nuk i kemi harruar, pasi ne nuk ishim përsëri në komunikimin anglisht. Ama nëse se jo mbullos shumë pasere do të komunikonte edhe në shqip, por edhe në anglisht me ta. Ja po janë shumë të mirë e të sjellshëm, por dhe karizmatik. Por sot nuk jam ne, pasi janë shëmur. I rikthehemi i fundit. Një që nuk do të rrojë kur për te mësuese, të njëhtër që ti nuk e të rrojë do të ratoje, nëse ke një herë dhe falë si kjo gabin, ama nëse përsëritet quhet fal. Unë kam marrë fjalë edhe vërtetit tua, që nesër kur të takoj, të thuash me plot gojë, kjo është kategoria ime. Shok, do të më rijoni ka dur, pasi u kujtesën ti me rrujt që në kanë sot. I rikthehemi pjesës së abitarës një fjalë. Njerëz të tjerë për përgatitjen, bërin çast të bëmë zgjoj. Por ne ngrot është shtëpia, do të prap kurrë. E kujtohet nëse jo ku janë rikthyer edhe një herë në falush e priteve tanë. Unë, me shokët e shkëshit e mi, nuk do t'ja rojmë kur! Dërë.